Jemi sërish bashkë të dashur miq. Sot kam një të ftuar i cili besoj do të jetë special për gjithë ju në kuptimin e asaj që do të kemi mundësi të elaborojmë edhe një lloj perspektive të menduarit pak më ndryshe nga ato narrativa ose ligjërime që kemi le të themi janë bërë tashmë në këto 35 vite kështu si konvencionale dhe pa mundur për të dalë nga kufit e kuptimit mënyrës se si bëhet politike dhe politikës në Shqipëri. Unë kam të ftuar studiuesin e shkencave politike, Pavio Gjinin, kandidat për doktor shkencash. Faleminderit Pavio që je sot me mua këtu. Edhe unë në fakt do dua që ne të zbërthejmë një nga le të themi shkrimet të cilat ju e keni bërë, po mua më është dashur për ta lexuar një herë, ishte pak i gjatë, po më desh ta lexoja një herë shpejt. Dhe pastaj mu desh 2 ditë e gjysmë të merresha me shkrimin, filloja të bëja edhe konflikt me miqt që znanin të njëjtën qëndrim, edhe e fillova ta kuptoja pak, filloja të më dukej vetja kështu si një ndjekës i shkrimit tënd. Po jo në të gjitha. Mbase për përfundimin mund të diskutojmë pak, por gjithsesi unë të falenderoj që je pjesë e këtij komunikimi sot me mua. Faleminderit Miguel për ftesën. E vlerësoj shumë hapësirën që keni krijuar si një hapësirë për të diskutuar, hapur edhe shtruar jo në modelin e intervistës, po të bashkëbisedimit mbi këto tema që thash më herët, këto kryqet mëdha që ke vendosur edhe mua, po edhe bashkëbiseduesit e tjerë që i kam ndjek bisedat më herët, edhe ju uroj domethënë për podcastin, po ndoshta sa për fillim ju uroj po ashtu edhe për punën si qendres. Është një puna e qendresës ka qenë shumë e rëndësishme ndër vite, sidomos për studiues të arsimit lart ose ata që janë në tentativë, si po themi, për me qenë studiues të arsimit lart, pasi keni krijuar një bazë shumë mirë të dhënave, sidomos lidhje me keqpërdorimet në fondet publike për arsimin e lartë, pa të cilën puna e çdo studiuesi do kishte qenë shumë e vështirë, kështu që edhe më shumë se sa për podcastin. Shumë faleminderit, mos e harxo kohën me mua se unë dua të harxoj kohën me ty. Okej, ndoshta po fitoj hapësirë. po fiton kohë. Pavio, ne i kemi pasur bisedat edhe përpara këtij komunikimi që tashmë le të themi është kështu publik. Po unë dua ta nis në fakt me një pyetje që lidhet me atë që ju tentoni ta le të themi ti bëni një lloj skaner. Mënyra se si Rama e qeverisë, edhe mënyra se si mbi Ramën ngrihen disa ligjërime të cilat edhe mund të qëndrojnë, po edhe mund të mos qëndrojnë. Ju thoni që opozita, ose le të themi ata që janë kundërshtarët e Ramës, përgjithsisht përpiqen për të ndërtuar për ta veshur Ramën me një ideologji, që pak a shumë mund t'i ngjaj ramizmit. A qëndron kjo si tezë? Po mendoj se domethënë dallohet një lloj tentative për t'i veshur kryeministit aktual një autoritet të cilin ai presupozohet pandehet se ka të shtrirë në gjitha nivelet e shoqërisë, në nivel po themi kështu kapilar i cili ka prej pushtetit qendror te pushteti lokal, prej krimit të organizuar tek biznesi i madh, prej administratës publike te biznesi i vogël e kështu me radhë. Edhe mendoj se është një argument i cili në instancë të fundit nuk qëndron. Domethënë, ne mund të themi që kryeministri aktual ka një pushtet të centralizuar së tepërmi. Do të kërkoj pak ta ngresh pak më po. Ne mund të themi që pushteti aktual është centralizuar së tepërmi, madje mund të diskutojmë bashkë domethënë edhe për sektor caktuar, fusha caktuar ku është centralizuar shumë. Dhe është e vërtetë që kryeministri aktual nuk do duhej të kishte kaq shumë pushtet sa ka tani, mirë po të kalosh nga element të autoritarizmit në emërtimin e një niveli të ri, po themi të ideologjisë në botë, duke i vendosur mbi emrit kryeministrit edhe izmin e ideologjive nga mbrapa, pra për të quajtur ramizëm, mendoj se është e tepërt. Ky personazh nuk mendoj se mbart ndonjë ideologji specifike,
përpos disa tentativave, siç tham, për centralizuar aspektet ndryshme të ekonomisë edhe të vendimarrjes, por mendoj se shpjegohet shumë më mirë në rast se teksa analizojmë qeverisin aktuale ose qeverisin që presim të vijë dhe 3 qeverisit e fundit, teksa i analizojmë ato, mendoj se mund t'i shpjegojmë shumë mirë në rast se lenti i analizës zgjerohet jo vetëm në 12 vitet e fundit, po në 35 vitet e fundit, madje duke marrë shumë mirë, me shumë kujdes në analizë dhe ato çfarë ka ndodhur në fund viteve të 80 në Shqipëri. Pra mendoj se ende jemi duke rrëmuar, po themi, në rrënojat e socializmit viteve 20 në disa aspekte. Ju pak a shumë e keni bërë një lloj konteksti dhe një mënyrë se si, le të themi, liderët politik që kanë drejtuar vendin kanë krijuar shtratin e tyre të ndikimit politik në vend dhe të ekzekutimit të pushtetit politik, që përgjithsisht ju e konsideroni një lloj liberalizmi kaotik, mos gaboj. Ku pavarësisht se ne sot kemi të instaluar thellë edhe për shkak të ligjërimit publik, që këta kanë qenë lidera që kanë kontrolluar gjithçka. Në analizën që u bëni, nuk rezulton që këta janë lidera të cilët kanë eklipsuar gjithë, le të themi, ose kanë eklipsuar gjithë jetën politike qytetare të një vendi. Ku që dojnë ata? Kë nuk kontrollojnë dot? Po, nuk kontrollojnë dot sferat më të mëdha të shoqërisë për një arsye shumë thjeshtë, sepse qoftë në variantin e kryeministit aktual, qoftë kryeministrave të mëhershëm, asnjëri prej tyre nuk ka pretendime të ndër projekteve të mëdha, po themi, totalitare ose shumë ambicioze që kanë qenë karakteristike viteve e shekullit 20. Pra asnjëri prej tyre nuk pretendon që po tërheq brenda një projekti të madh bie fjala socialist, komunist ose një projekti të madh kombëtar, po themi, ndërtimit të kombit e kështu me radhë. Asnjëri prej tyre nuk e ka këtë ambicie, edhe si më thënë, ajo deklarohet shumë e hapur. As nuk duan ta marrin përsipër atë lloj barre, dhe kjo është një nga instancat ku këto figura tregojnë që janë për një kontroll ose për një forcë vendimarrësie shumë më të ngushtë se sa ajo që u njihet figurave, po themi, autoritare ose totalitare të shekullit të 20, por edhe ajo që u njihet aktualisht figurave të reja autoritare që po dalin. Pra po themi, unë bie dakord, për shembull, edhe në shkrim e kam përmendur kur Blendi Kajsiu thotë për shembull që Donald Trumpi është një figurë më autoritare se sa ka qenë Berisha, ose se sa është Berisha aktualisht. Të njëjtën gjë mund ta them edhe në raport me Ramën, për shembull. Donald Trump është një figurë shumë autoritare se Rama. Dhe pra është si më thën, ashtu si Rama, po edhe kryeministrat e mëparshëm, autoriteti i tyre është shumë i zvogluar, domethënë, dhe përgjithsisht, sidomos në raport me institucionet shtetërore, ka një autoritarizëm paradoksal, që është autoritarizëm neoliberal. E marrin kontroll një institucion për ta privatizuar ose për ta zhbërë atë. Pra, nuk e di, mund të themi, më kujtohet tani çështja e Akademisë së Shkencave me cilën edhe ju jeni marrë, domethënë që e centralizojnë për shembull ish qendrën e studimeve albanologjike, por për ta zhbërë atë, për ta futur brenda Akademisë së Shkencave, për të mos e financuar e kështu me radhë. Të njëjtën gjë me arsimin edhe në sektor të tjerë të ekonomisë. E kam menduar që të dalim pak në fund në këto teoritë politike të liberale dhe e majt ose elemente të ndryshme të filozofisë politike. Por e shoh me vend që tashmë që Rama projektohet si një lider që ka 84 vota dhe një lider që përgjithsisht opozita e reklamon si një njerëz të gjithëpushtetshëm, nëse nëse i shkohet kësaj rruge ku forcat, le të themi, përballë Ramës e projektojnë Ramën si të gjithëpushtetshëm, kush ai që le të themi dobësohet më shumë? Rama vet apo opozitarizmi në kuptimin e ndërtimit të domethënë gjëja që doja ta thoja shumë thjesht, edhe pse tingëllon shumë provokuese, dhe nuk jam as pak për të nënvlerësuar gjitha ato sfera të cilat ndër vite edhe kemi protestuar e jemi angazhuar për mënyrën arbitrare, autoritare me të cilën
kryeministri aktual ka zhbërë institucione publike, ka privatizuar sektor të caktuar të ekonomisë, i ka monopolizuar ato e kështu me radhë, pra nuk dua fare të nënvlerësoj këto element, po themi, autoritar të kryeministrit aktual, të cilat mendoj se do jenë në tendencë për të ushtuar në 4 vitet e ardhshme. Pra nuk po e relativizoj këtë pjesë as pak. Thjesht ajo që po dua unë që do të kisha dashur t'ja argumentoja, po themi, vetes time dhe gjithë atyre të cilët janë të friksuar nga i farë superfuqi e kryeministrit aktual, do kisha dashur thjesht t'i tregoja me prova që mendoj se janë prova se ai nuk është aq i fuqishëm saq e bëjnë forcat opozitare të tjera. Ku është një element që ne e shohim mungesën e kontrollit të tij? Po për shembull, te shkrimi im, tentativa ime ka qenë për të treguar, për shembull, që në të gjitha parametrat makroekonomik të Shqipërisë, asnjë prej tyre nuk është riorganizuar prej qeverisjes aktuale, prej vitit 2013 sa ka ardhur në pushtet. Pra, nuk ka asnjë lloj zhvendosje të madhe të ekonomisë të thuar që e ka marrë ky kryeministër, e ka vendosur në disa trase të reja dhe ato trase i kontrollon plotësisht. Mendoj se kryeministri aktual thjesht ka marrë një situatë normal, ka shumë hisëdar të vet, po themi investitor strategjik specifik e kështu me radhë, cilët ka arritur t'i afrojë edhe më shumë rreth vetes përgjatë pushtetit të tij, por nuk ka bërë asnjë lloj zhvendosje të madhe të rregullave të lojës në terrenin e ekonomisë, dhe mendoj se ekonomia është pika e tij më dopt, bashkë me organizimin e institucioneve shtetërore, dhe aty mundesh t'ia shohësh impotencën, pafuqinë, mos organizimin, të gjitha brishësitë në të cilat duhet përqendrohemi edhe për ta kritikuar, kundërshtuar. Po në raport me autoritetin që ushtron një figurë autoritare, që do të thotë përgjithsisht ne kur flasim për autoritarizëm, le të themi kemi atë imazhin e 45 viteve komunizëm ku përgjithsisht figura autoritare është aty për të forcuar në vendimarrje të pa vullnetshme të tuat ose të pa dëshiruara të tuat. Është Rama një figurë i cila në fakt ushtron presion dhune mbi figurat ose mbi skemën e mbajtjes së pushtetit, pra kemi votën. Njerëzit thonë që ai mban pushtetin nëpërmjet presionit dhe dhunës. A është kjo një element i cili është i tillë? Po, por është pak më domethënë unë mendoj se edhe dhuna është për shembull një aspekt ku unë nuk besoj te kjo ideja që për shembull kryeministri aktual kontrollon e ka monopolin total dhunës në territorin tonë. Mendoj se domethënë kjo teza klasike e shtetit e ke parasysh nga Max Weberi që shteti është monopoli i përdorimit të dhunës, monopoli pretendimi legjitim mbi monopolin e përdorimit të dhunës në një territor të caktuar, dhe nuk mendoj se kryeministri aktual ka atë lloj monopoli, ama kryeministri aktual din se si të dialogojë, të vendos partneritete me forcat tjera të cilat pretendojnë monopolin e tyre mbi dhunën në territore të caktuara. Për shembull, në 2013, nëse e kujtojmë, domethënë, në atë periudhë një prej arsyeve, ka pasur shumë arsye pse ka ardhur në pushtet qeverisja me Partisë Socialiste asë kohë, po filloi doli një fenomen i ri, ose të paktën mori një valencë, u theksua më shumë se sa më herët, ku në Parlamentin e Shqipërisë, për shembull, sidomos si pjesë e Partisë Socialiste, aq u detyruan kemi edhe një ligj për dekriminalizimin, shumë figura kriminale lokale u bën pjesë e Parlamentit të Shqipërisë. Tani, unë nuk mendoj se ato figura kriminale lokale, të cilat janë të marrësisht fuqishme në territoret në të cilat punojnë, janë produkti i Edi Ramës, domethënë. Unë mendoj se ato figura janë produkt të 35, po themi në 2013 ishin produkti 23 viteve të fundit, pra ishin produkti krizës së institucioneve edhe rënies së socializmit në 91-shin, ishin produkti thuajse luftës civile në 97-s, dhe këto figura, domethënë, tregojnë edhe një herë, për shembull, impotencën e kryeministrit aktual në për zgjerime të caktuar territorit, organizim, sidomos në qytetet vogla dhe të mesme. Dhe kjo është shenjë, domethënë, kjo nuk e relativizon, unë nuk jam me këtë idenë që pra të thuar që kryeministri nuk ka kontroll mbi territorin, dhe ai vetë nuk e pretendon, për shembull, ajo shprehja famshme që për këta të krimit organizuar që hëngshin kokat e tyre, domethënë, kokat e njëri tjetrit, ajo ka qenë tamam një heqje dorë ndaj pretendimit për të pasur kontroll absolut mbi territorin. Dhe mendoj se kjo është një nga
pikat e dobta të kryeministit aktual. Bie fjala në këtë instancë sigurisht që ne si shoqëri do kishim dashur të kërkonim që mos të ketë një proliferim, një shumë fishim të figurave autoritare kriminale të vogla në përgjithë territorin e Shqipërisë ku i kemi pasur këto 35 vite dhe do donim një shtet shumë me dhunë shumë të monopolizuar në variantin e Webrit, i cili nuk do lejonte shumë fishimin e dhunave të fragmentuara nëpër Shqipëri. Unë mend që kryeministri ka dhe kryeministri aktual, domethënë unë mendoj se nuk e ka atë fuqi dhe kjo është një nga pikat e tij dobta, ku duhet të kritikohet për këtë impotencë të tij për të kontrolluar qetësinë publike, sigurinë e qytetarëve, një farë jetë të qetë në qytete të vogla dhe të mesme e kështu me radhë. Kuptohet ky problem zgjerohet shumë më shumë nëse flasim për ekonominë, domethënë më në tërësi. Ftesa jote është që ne duhet të ecim edhe mbi shtegun ku kryeministri që përgjithsisht ne jemi mësuar të themi vetes që drejton me një shtet të hekurt, me një dorë të hekurt, në fakt mund t'ja ketë dalë të qeverisë pa qeverisur? Po, domethënë mendoj se ka një hiperperformativitet të kryeministrit, teksa po t'ja shohësh proceset vendimarrëse hiç përfitimet e ngushta nepotike për njerëz afër PS-së e kështu me radhë. Nuk është se ka bërë ndonjë ndërhyrje të madhe në ekonominë e këtij vendi, as në ristrukturimin e institucioneve shtetërore. Pra ai ka qeverisur duke lënë terene të lira. Po, në rast se mund ta them në mënyrë, si më thënë, prap provokuese, Shqipëria vazhdon të jetë për shembull në rajonin tonë veni më i djathtë në rajon. Dhe kryeministri nuk e ka ndryshuar këtë. E ka marrë 2013-ën. Po pse e ka? Edhe nuk e ka ndryshuar këtë. Sepse mendoj se është figura më e djathtë dhe ndoshta vetmja figurë e djathtë tamam që ka prodhuar Partia Socialiste prej Ramiz Alis. Në vetvete ka ndonjë problem ti je djathtë? Jo, nuk ka problem. Thjesht është vazhdimi i një terreni të cilin e ka hapur qeveria Berisha në vitet 90 për Fatosnanën dhe pastaj Berisha 2 për Edi Ramën. Domethënë është vazhdimi një traseje të hapur tashmë, domethënë. Ajo trase ka qenë e djathtë sepse bindjet e Partisë Demokratike kanë qenë shumë fort të djathta në kuptimin e hipertheksimit se përgjithsisht njerëzit e ti e gjen kudo, në ka një gjë të instaluar në Shqipëri është që në Shqipëri nuk ka vend për një të djathtë, sepse populli është i majt. Dhe ti tani duke më thënë mua që kryeministri dhe çdo kush para tij kanë bërë vetëm politika djathta me vendin dhe ky është më i djathtë se edhe Berisha vet. Jo më i djathtë, është vazhdimi i të njëjtës trajektore, domethënë, por normal ka një nuancë që është shumë e rëndësishme. Pra në strukturën sociale të vendit ose në strukturën e njeriut shqiptar, gjen më shumë vend politika e djathtë. Domethënë, nëse nuk jo vetëm, domethënë tek votuesit e Partisë Socialiste, mendoj se një pjesë e madhe e tyre kanë gjetur te figura e Edi Ramës një figurë që identifikohet jo me terma të zgjathës në kontekstin tonë, kuptohet, po identifikohet bie fjala me idenë e modernizimit, zhvillimit, që janë, nëse i lexon, nuk janë terma për shembull të smajtës, këto janë terma të zgjathës, pra nuk janë terma nuk lexohet bie fjala socialisti thjesht nuk shet tek Edi Rama figurën e një solidari, një figure për barazi në të ardhura apo për garantim të shërbime. Shefi far kozmopolitani, business as usual, i cili më në fund i ka dhënë votuesit të Partisë Socialiste atë që fundi viteve 80 dhe vitet 90, por edhe mesi i parë i viteve 2000 nuk ja dha. Pra kjo është teza, po themi e imja, që Edi Rama ka arritur u ka mundësuar votuesve të Partisë Socialiste një figurë të zgjathës që kanë pasur shumë nevojë për të në vitet 90, po kanë pasur shumë probleme të brendshme. Megjithatë, teorikisht që le të themi një qeverisje liberale e djathtë liberale të mbjetoj, do duhet që sistematikisht të ketë rritje ekonomike. Po. Sepse e pamundson në logjik mbajtja e pushtetit, që do thotë në qeverisjen e Ramës ka shifra të cilat tregojnë rritje ekonomike. Problemi është që si ja ka dalë kryeministri ta garantoj këtë lloj. Po, domethënë edhe këtu kemi shumë debat mund të bëjmë. Domethënë unë nuk mendoj se rritja ekonomike e Shqipërisë prej 2013 deri në sot është rritje ekonomike e konsiderueshme.
Aty jam dakord. Domethënë Shqipëria ka pasur një rritje shumë madhe ekonomike në 94, 95, 96, pastaj ka pas një rritje shumë madhe ekonomike nga 2000 deri në 2009-ën, dhe në 2009 ne kemi mbyll me rritje të madhe ekonomike, hiç pjesën e goditjes madhe, domethënë viti pas pandemisë, 2021-shin. Dhe prej krizës financiare 2008-s, vendi jonë ka një rritje ekonomike që do duhet të pretendonte një vend i zhvilluar, por një vend në zhvillim do duhet kishte rritje ekonomike shumë të madhe. Kjo është një nga arsyet pse ne vazhdojmë të jemi në shumë parametra vendi me dy sektorët kryesor janë turizmi dhe ndërtimi. Mirë po që se këto sektor të prosperojnë, do duhet që dikush të prodhoj lek për të furnizuar këto. Cila ishte mekanizmi që le të themi Rama ose qeverisja e Ramës injektoi lek në këto dy sektor që mundet i kenë shpëtuar le të themi qeverisjen ose. Domethënë unë nuk jam studiuesi ekonomisë politike as i ekonomisë, por duke tentuar të shoh mënyra të tjera, nga perspektiva jote, kam fjalën që jam shumë marko fare me përgjegjësinë domethënë e ndjej për të vendosur pikën e çdo gjëje. Domethënë do kisha dashur që për element tillë për shembull, të cilët janë edhe historik, po edhe ekonomik bashkëkohor, kishte pasur shumë më shumë, si më thon studiues të ekonomisë që do kishin folur. Nuk ka? Ka, por janë zëra shumë minore dhe duhet shumë punë për t'i nxjerrën publike, për t'ju dhënë një platformë që të munden shprehen, sepse mendoj në sferën publike bie fjala siç e kemi diskutuar bashk, ekonomist nga një perspektive ekonomisë politike ose ekonomist jashtë trendit neoklasik, po themi që është shumica durmuese e ekonomistëve në Shqipëri se kanë mbetur në vitet 90, domethënë. Është e vështirë gjesh. Jo se s'ka, por po them është e vështirë gjesh ose ti dëgjosh sferën publike. Pyetja ime është pse i duhen. Tani gjitha këto ishin kështu për ime për të thënë që nuk jam, si më thënë, ekspert i kësaj pune, po edhe sektori i ndërtimit, edhe sektori i turizmit për shembull. Tani kryeministri aktual identifikohet me to sikur të jetë, si më thënë, ky guruja i këtij projekti. Në fakt nuk ka asgjë inovatore aty, domethënë. Që në vitet 2000 dihet, është fenomen i njohur botërisht edhe për shkak të proceseve më të gjera të deindustrializimit vendit. Sektori i ndërtimit dhe turizmi kanë qenë sektoret të cilët janë ose kanë qenë bizotrues ose janë propozuar nga sidomos institucionet këshilluese ndërkombëtare si vende në të cilat Shqipëria si një vend i deindustrializuar, i cili duhet shpenzojë, se gjitha financat publike duhet marrën në kontroll, duhet të ketë rritje të investimeve, këtë kemi mësuar që në 90-ën, domethënë, dhe vazhdojmë të jemi vendi me investimet publike më të ulta në rajon, për shembull, që ke parasysh një pjesë mendojnë që kryeministri aktual bën shumë shpenzime publike, ndërkohë ne jemi vendi me investimet më të ulta publike në rajon. Edhe këtë kemi prej 90-s deri më sot, domethënë. Dhe ideja ka qenë që në mënyrë që mos prekni këto parametra makroekonomik, në mënyrë që mos lodheni fare të mendoni për një lloj riindustrializimi të vendit në sektor të caktuar, një lloj hardzimi të Shqipërisë në ekonominë e kapitalizmit botror, ju mbetet të rrini vetëm me duke nxjerr, domethënë duke investuar dhe duke nxjerr fitim nga burimet natyrore që keni, duke përfshirë këtu edhe peizazhin, detin, malet e kështu me radhë, dhe ju mbetet turizmi, domethënë është e vetmja gjë që ngele. Dhe kjo është në 2000, bie fjala se po i shija, për shembull një pjesë e madhe këtyre projekteve infrastrukturore shumë serioze, ku diun green coast e kështu me radhë. Këto kanë nisur para 2013-s. Ka qenë që në fund 2000-ve, kur Shqipëria që me qeverinë e Berishës po i këshilloi gjithmonë më shumë që të shifte mundësitë për të investuar në sektorin e turizmit, sepse është i vetmi sektor ku do mundet surplusin e kapitalit ta kalojë. Por normal, ekonomia nuk është kaq e kontrolluar. Edhe ne kemi pasur shumë të lashe tjera pastaj pas krizës 2008-s, edhe kryeministri aktual ka bërë shumë themi kompromise të pista me. Kur e thua kështu këtë tezën që një vend bën studime ose partnerët e orientojnë që këto janë potencialet e tua dhe nëse është turizmi dhe ndërtimi, fokusohu këtu dhe e bën ekonominë të mbijetojë edhe nëse nuk performon. Më kujton një zhvillim le të themi në Turqinë 70 vite më përpara, kur edhe le të themi qeveria turke kuptoi që duhet shfrytëzonte shumë turizmin. Dhe çfarë bëri kryeministri i vendit? Ndodhi një elit biznesi
të Turqisë dhe shkoi në Gjermani dhe aty ndërtoi marrëveshje të pafundme kredie me garanci shtetin për të injektuar lek në këto sektor që do duhet të ndërtohen. Tani mua më çudit pak se këtu nuk është se kryeministri, le të themi për këto sektor, krijoi mekanizma. Po. Dhe përgjithsisht për shembull te ndërtimi, mua më vjen në raporti i Dash, i Departamentit të Shtetit që thotë Tirana është lavatriçe para shtëpisë. Po. Dhe kryeministri nuk ka vajtur në Gjermani ose te FMN-ja apo se banka botërore për të garantuar një lloj investimi, po mund ta lidh me atë që ju thatë pak më parë që i ka lënë terren të lirë krimit dhe influencave të parave në mënyrë të paligjshme për t'i furnizuar këto dy sektorëve. Po. Mendoj se po, edhe këtë ka bërë për një arsye më, si më thënë, edhe kjo nuk është për ta shfaqsuar, por për të treguar, domethënë kur e nxjerr dikë si të dobët, sidomos dikë që është në pushtet, supozohet të jetë kritike ashpër kjo, apo? Për shembull, nëse thuhet që dikush e ka pushtetin dhe s'ka mundur të bëjë gjë. Jo, këtu me shumë mundësi do t'i jetën gjithë. Po, edhe domethënë kjo është si më thënë ftesa që mendoj se po pa me këto lente, atëherë mund shihet edhe shtegu se aty ku ka dështuar kryeministri aktual, dikush tjetër mund të shtrojë rrugë të reja kështu me radhë. E po e them, po insistoj domethënë te kjo. Bie fjala sektorin e ndërtimit në 2013 deri sot. Pas krizës 2008-s dhe pas rënjes së remitancave, nëse mba mend, filluan një pjesë e madhe shqiptarëve që jetonin në Itali dhe në Greqi filluan të kthehen në Shqipëri, ranë remitancat, ra konsumi shumë. Mendoj se një nga arsyet pse ka pasur një liberalizim aq të madh të prodhimit kanabisit në Shqipëri në atë kohë, ka qenë për shkak për të mbajtur një lloj konsumi konstant, i cili po rrezikoi për shkak krizës botërore financiare edhe efekteve të saj në Shqipëri, që ishin më të buta se në vende të tjera, po prap kishin, si më thënë, kanë efektet e saj janë shtrira deri në ditët e sotme ku ne s'kemi më arritje të madhe ekonomike si ekonomi. Dhe e ka liberalizuar atë treg ilegal, që të prodhohet aq shumë kanabis për të mbajtur konsumin në vend, po njëkohësisht sektori i ndërtimit pastaj është lënë si vetmi sektor, edhe unë madje edhe këtë investimin në turizëm do i kisha futur brenda sektorit ndërtimit, si më thënë është vetëm veshja. Se në fund ditës apartamenta shesin dhe ato, nuk është ngjashëm me arkitekturën që po tenton ta, si më thënë, shes si avangardizëm, po themi, për mua janë thjesht veshja e të njëjtit e rritjes të vazhdueshme të njëjtit sektor. Dhe ky sektor ka qenë i vetmi vend ku do mund të kanalizohej ky lloj investimi, sepse kryeministri nuk ka mundur të hapë mundësi tjera të investimit. Pra edhe këtu ka qenë për shkak të pafuqisë të tij për ditur të ballafaqojë efektet e krizës financiare 2008-s dhe shtrëngesave që i kanë ardhur nga institucionet si FMN-ja, Banka Botërore, të cilat është detyruar të bëjë koncesione duke po themi liberalizuar tregun ilegal të prodhimit kanabisit, që ne vazhdojmë ta kemi, si më thënë, pasojat e cilit vazhdojmë të kemi edhe ditën e sotme mbi ekonominë. Një lloj përfituesi parazitar, thonë. Mendoj se ka bërë nga pamundësia atë. Dhe normal në Shqipëri vazhdon të ketë marrësisht shumë lek informal, i cili po na shkatron shumë parametra makroekonomik dhe po shkatron dhe për këtë është fajtor kryeministri aktual, po shkatron sektorët më produktiv të Shqipërisë, domethënë. Si për shembull? Si për shembull eksportet. Është për shkak të ekzistencës të një shume marramendse të parasë në Shqipëri, informale, e cila ka shkaktuar uljen dramatike të euros dhe humbje në, për shembull, sektorin fason humbje me 25-30% falimentimin e një pjesë të madhe produkteve të eksportit. Pra aty ku do duhej të ishte investuar, prej sidomos mbas 2011-s, për shembull sektori fason ka qenë moment shumë kyç në 2011-ën, të ishte investuar shumë që ato produkte gjysmë përfunduara që prodhohet në Shqipëri të funksionojnë me cikël mbyllur, që është pa propozuar në atë kohë, domethënë. Vendi jo në fare, domethënë mbështetja për prodhuesin vendor është inekzistente dhe jo vetëm kaq, po edhe kur ballafaqohen me efektet e sektorëve të tjerë që ka mbështetur kryeministri, dhe po ballafaqohen me falimentimin, kolapsin e kështu me radhë, përsëri nuk kanë asnjë lloj mbështetje nga qeveria aktuale, domethënë. Kur ne identifikojmë, le të themi, sot kryeministri ka 83 mandate. Dhe nëse ne identifikojmë që ka një seri pa kënaqësishe dhe pa rregullsishe dhe një lloj kursi që duhet të ketë tjetër vendi,
absolutisht që përballë ti do duhet që ti të ndërtosh një narrativ fituese. Pra kushdo palë, Partia Demokratike, partitë e vogla do duhet që të ndërtojnë një le të themi një strategji fituese. Dhe kjo strategji është pamundësohet nëse ngrihet në mungesë të njohjes së figurës së kryeministrit ose politikës së kryeministrit. Dhe mua më ka bërë shumë përshtypje një pasazh ku ti mundohesh të sqarosh blerjen si koncept. Pra përgjithsisht kundërshtarët e kryeministrit pretendojnë që ai ble gjithçka, si i plot fuqishëm ai ble gjithçka. Dhe përpasoj këtë e përkthejnë si një autoritet akoma më të shtuar dhe një autoritet akoma më të madh. Që në fakt është tamam. Dhe ju thoni që kjo nuk është e drejtë. Kjo është autoriteti i dobët, se më thënë në radh parë për shembull kur flitet për blerjen e votës për shembull. Po blerja votës është një element më i dobët i mbështetjes politike se sa ta bindësh atë qytetar që ai të votojnë në mënyrë militante Partinë Socialiste. Për shembull, më kupton? Pra në rast se kemi një votues të Partisë Socialiste i cili e voton Partinë Socialiste një herë në 4 vite, por nuk e mbështet realisht atë, ka votuar për shembull. E zejm, po e marrim mirë qenë siç ekziston shumë aspekte, edhe pse mendoj se blerja votës është elementi më pak i dëmshëm në mënyrën si funksionon fushata në Shqipëri, se ka elemente shumë problematike, po themi, në rast se dikush e voton për shkak se ka marrë shumë parash, ai nuk është mbështetës i Partisë Socialiste. Rrjedhimisht ajo është një mbështetje shumë e dobët në krahasim me një votues Partisë Socialiste tash 35 vite, i cili është ideologjik, ai nuk e bën për pagesë, e bën për shkak se është i bindur në kokën e tij që Partia Socialiste duhet të mbështetet në çdo lloj situate të mundshme. Pra, në rast se kryeministri aktual e zejm, po e marrim për qenë që mbështetjen më të madhe e ka nga këto lloj votuesish, po themi, kjo është një votues më i dobët se sa mbështetja që ka pasur më herët Partia Socialiste. Pra tregon për një rënje të autoritetit. Po edhe në thelb blerja ju thoni që është një formë e dobët kontrolli. Domethënë është një transaksion ku unë vendos interesin tim. Domethënë unë tek blerja përfaqësoj interesin tim. Dhe në një moment të caktuar unë mund ta ndryshoj. Unë jam i lirë për të zhvendosur një investim, transaksionin tim me një palë tjetër me cilën kam më interes, e vërtet. Domethënë, nganjëherë, mënyra si flasin disa figura publike, për shembull që e bëjnë këtë çështjen e blerjes, sikur të jetë një e keqe, domethënë kështu nivele katastrofike, është se e identifikojnë blerjen, bie fjala të votës ose të mbështetjes, se kështu më radhë, si të jetë blerje sklevërish ose frym vdekurash. Domethënë, në rast se e ke bler votën e një qytetari ose mbështetjen e një qytetari në një proces saktuar vendimarrës në 2013, është mbaruar ajo kontratë kështu mitike fillestare dhe ai personazh tashmë është një lëndë e parë ose një mjet prodhimi ose një sklav i cili merret i mirëqen që do mbështes personin që e ka bler për kohë. Ndërkohë që në fakt nuk funksionon ashtu. Ne e dim nga kapitalizmi që blerja funksionon për shërbime, mallra ose forcë punëtore të caktuar dhe po ashtu dim, po ashtu që një pjesë e madhe e njerëzve kur futen transaksione janë shumë të pakënaqur me shitjet dhe blerjet që bëjnë. Rrjedhimisht dikush bie fjala që mendon se kryeministri i vendit ka bler një pjesë për shembull të madhe të mbështetjes së tij, duhet di se si këtyre palëve të cilat kanë shitur një pjesë të mbështetjes, investimeve, nuk e di, mbështetjes në gjitha nivelet, domethënë politike, ekonomike, organizative, kështu me radhë të Partia Socialiste, do duhet shihnin këtu një formë transaksionale të ndërveprimit, rrjedhimisht do duhet shihnin edhe variante tjera se si munden t'i largojnë ose të tregojnë se sa të paqëndrueshme janë të marrëdhënie dhe jo t'i marrin si të jenë skllavërim të plot subjekteve të cilët mendojnë se si të barabartë mund të hyjnë këtë moment në kontratë me kryeministrin, por nëse situata ndryshon, si të barabartë me të do ndryshonin edhe partnerët ose transaksionet që kryejnë, domethënë. Se s'dia po në këtë qasje edhe unë fillova të mendoja ndryshe. Sepse nëse le të themi kjo është forma, atëherë kemi të bëjmë me një formë shumë të brisht. Pra nëse do i përgjigjen për shembull regjimit komunist, ku ti
nuk të garantohesh asnjë lloj fshehtësie vote dhe mundet që me njerë pasi kisha zgjedhur diçka tjetër mund të shkoja në spaç. Po. Domethënë ne nuk kemi të bëjmë me këtë lloj autoritarizmi. Po. Ne kemi të bëjmë me një lloj autoritarizmi që nëse i quajmë autoritarizëm është të paktën i dobët Po. dhe i brisht. Dhe nëse ti e ekuivalenton me diçka më të shtrenjtë, pra nëse alternativa do jetë le të themi më e vlefshme se 50 euro, Po. Sigurisht që pala jo domosdoshmërisht, shifte se si këtu duket tani sikur po thrasim opozitën, ta blej Po. votën pak më shtrenjtë. Se sa nuk është kjo ajo që mundohemi të flasim. Me ideja është që nëse Rama e ble me 50 euro, le të themi opozitarizmi do duhet që t'i jap në kundërpesh votuesit që merr 50 euro, një ëndër më të madhe se sa 50 euro. Ose një alternativë më të mirë se sa 50 euro si që ai bën, sepse në fund të ditës nëse ai e bën transaksionin i lirë, ai e ruan lirinë e tij për të vajtur edhe për të zgjedhur diçka më të shtrenjtë se 50 euro që në fakt nuk janë lek, por është vizioni 4 viteve të ardhshme të një alternative tjetër. Do me thënë rase i ka bler me 50 euro votë, nuk i ka bler bje fjala edhe veshët edhe sytë. Kështu që ata janë mbeten njerëz të cilët një miku im Renaldo në podcastin e kaluar po më thonte që në Itali fushata kundër le të themi beretave të kuqe ose komunistëve të asaj kohe ishte që sloganet ishte që edhe Stalini nuk e sheh votën, nuk ta sheh dot votën. Që do të thotë sado autoritet të kesh, nëse ti ke një sistem të garantuar që nuk shihet vota, sado autoritar të jetë ai që të imponon të votosh, edhe Stalini nuk ta sheh dot kutinë e votimit, kështu që qëndron kjo. Një element tjetër për ta mbyllur le të themi edhe dy gjëra tjera për ta mbyllur këtë ciklin e le të themi analizës së figurës së kryeministrit ose të mënyrës politik bërjes së tij është koncepti i pengut i cili ne na është ligjëruar për shumë vite në skenën politike shqiptare. Ky ja mori këtij, ky ka marr peng këtë, bleu nga partia ime i bleu ky, ma mori dhe e bëri zëvendësministër, ma mori dhe e sistemoi këtu. Edhe po ma mban peng. Kjo është prap dëshmi e mendojmë situatën klasike të pengjeve. Nëse dikush është peng në një film, kush është detyra ndaj pengut? Detyra ndaj pengut është sirren autoritetet e caktuara për ta çliruar pengun, apo? Domethënë, nëse dikush është marr peng nga një autoritet i keq, i ligë, kështu më radhë, nuk i themi pengut hik se ti je peng, domethënë. Kur e lexova këtë, po më vinin këto rastet e pengmarrjes janë këto që shikojmë terroristët që marrin peng në një vend lindor, le ta them tani, një ushtar amerikan edhe të dal shteti amerikan edhe të çaj pengun. Po. E thot pengu turp TV që ra penge edhe që e shiti vendin e që ndërkohë që detyra në fakt ajo që ne kemi parë në mënyrë klasike është që mobilizojnë të gjithë për të çliruar pengun. Për ta çliruar pengun, po. Tani nëse për shembull nëse po e them figurën paralele, nëse Berisha thonte që Rama ka marr peng kryetarin e partisë, që ishte Basha. Po. Ajo është thirrje ka marrë dikën nga radhë tua peng, rrjedhë mirë duhet bësh maksimumin që ta çlirosh personin nga radhë tua që të është marrë peng nga armiku, domethënë. Kjo duket po ta mendosh shumë arsyeshme dhe po si e bëri ajo, domethënë ata i ran pengut me ç'kishin. Mendoj se kanë se tani ka dalë një tjetër për shkak. Kanë abuzuar me fjalën peng, se tani ka dalë një tjetër për shkak. Sa po i vuajnë akoma pasojat tani. Se nëse Basha duket histori e largët, për shembull ishte rezultati i më të mirës në listën e hapur të PD-s, që thuaj që Rama ka futur njerëz tek partia e të djathëve të votonin. Mendoj se ky është problemi më serioz kur mendon se ke përballë një figurë të cilën pa akuzon se është autoritare maksimalisht, problemi kryesor me cilin do ballafaqohesh dhe haraçi që do paguash për këtë diskurs që e ndërton vetë, është se do fillojë të duket që ajo figurë autoritare, për sa kohë është me autoritet absolut, sigurisht se do fillojë të brej edhe brenda radhëve tua. Dhe jo vetëm bie fjala këto zërat që figurojnë tani për zonjën Tabaku, po për Agron Shehajn, për Lulzim Bashën, për
shumë figura të tjera ndër vite që kanë ikur në Partinë Socialiste në variante më të hapura, jo në variante, domethënë në variante të hapura, se këto janë aludime aktuale, domethënë. Dhe mendoj se kjo është haraqi kryesor që do paguash dhe është problem me cilin ballafaqohet edhe aktualisht, domethënë Partia Demokratike dhe si më thënë mu dëm vite t'ju thoja që në fakt Partia Demokratike është shumë më e fortë se sa mendon se është, domethënë. Mendoj se ka shumë mbështetje, është shumë më solide se sa sillet. Po je fjala, unë nuk mendoj që zonja Tabaku është. Mendoj se zonja Tabaku është një trupëzim bukur i fortë i Partisë Demokratike. Ashtu siç mendoj që Agron Shehaj është ndoshta trupëzimi më i mirë i idealeve të Partisë Demokratike prej viteve 90 deri më sot, edhe pse është brenda Partisë Demokratike, por është më se produkt i Partisë Demokratike, është, si më thënë, po i heq armë vetes duke i pandehur se janë vegla të armikut, gjitha këto, domethënë. Dhe mendoj se këtu është në një fazë, domethënë, problemi kryesor me këtë idenë që Rama kontrollon gjithçka është se të bën paranojak. Dhe paranoja nuk ndihmon fare në luftimin e një armiku, aq më tepër nëse mendon se ai është kaq serioz dhe, si më thënë, nuk duhet të jesh as pak paranojak, domethënë, nëse ke bësh me, po, sepse fillon e vetë shkatrohesh, domethënë. Shef armikun kudo, shef brenda shtratit martesor, shef në familje, shef edhe kështu ndodh, po e dallojmë, domethënë. Sepse domethënë po të kisha qenë unë bie fjala brenda Partisë Demokratike, do e kisha parë gjithë historinë e 10 viteve të fundit me përplasje të kështu me radhë. Më shumë do e kisha internalizuar të gjithë dramën që ka ndodhur dhe do thoja se këto nuk kanë bëjnë fare me, ose kanë të bëjnë, por nuk është meseleja qendrore, nuk zhvillohet për shkak të kryeministit ose armikut tim, por ka të bëjnë nga kontraditat brendshme të partisë time dhe mendoj se ashtu do kishte dalë shumë më e fortë. Jo, dhe edhe unë qasur nga kjo dhe unë mendoj që ka nevojë për një ndryshim të gjithë librarisë dhe bibliotekës së ligjërimit të le të themi mënyrës se si bëhet opozitë në vend për të siguruar mirëqeverisje, sepse ne nuk duam një lloj opozitarizmi në vetvete. Pra duam që jemi të fiksuar mbas opozitës. Domethënë, ne përgjithsisht e kërkojmë opozitën sepse mendojmë që është forca më e rëndësishme e check and balance, është e një lloj garantimi të mirëqeverisjes në vend edhe një lloj balance sociale në fund ditës, gjë që sa më dobët të jetë, le të themi, opozita dhe sa më dobët të jenë forcat të cilët tashmë janë të tilla përballë Ramës, kushtozojnë mirëqenien tonë në fund ditës. Bi komplet dakord. E fundit për këtë do doja vetëm një lloj shpjegimi. Jo. S'kemi mbarojmë sot ne. E fundit në këtë kapitullin e pyetjeve për domethënë ti e peng sot. Derisa ajo online të dalë offline. Çlirosh, okay. E vetmi moment ku përdoret forca thua është për të mbajtur të çorganizuar sistemin. Po. Kjo se ka një lloj paradigme, ka një lloj po. Domethënë unë mendoj se bie fjala ku përdoret forca. Për shembull, nuk përdoret forca pa marrë si shembull ilustrues, por ka shumë instanca të tjera. Përdoret dhunë për shkatrimin e teatrit kombëtar. Nuk përdoret dhunë për ndërtimin e një teatri kombëtar shumë ideologjik që imponon propagandën e tij masave popullore si në shekullin e 20, që investon shumë në teatr, investon në literaturë caktuar të bazuar në ideologjinë e ramizmit me marksizëm, leninizëm, ushtrohet forcë për të shkatruar universitetin, po jo për ushtrohet autoriteti i shtetit për ta shkatruar në përgjithësi për të shkatruar institucionet publike. Mendoj se ky është lloji autoritarizmit që neoliberalizmi e ka të domosdoshëm. Pra e ka të domosdoshëm neoliberalizmi një institucion të fortë shtetëror, i cili arrin të hapi terrenet, të cilat deri në atë kohë kishin qenë e pamundur domethënë të hapeshin për investimet e kapitalit të kështu me radhë. Pra po themi gjithë fusha SHPK, këto kompanitë e tjera që ishin të interesuar në ato, kishin nevojë për një shtet të fortë i cili e shkatron teatrin kombëtar, po jo një shtet të fortë i cili ndërton një ideologji të bazuar në sociorealizëm, domethënë
siç jemi mësuar më herët. Pra mendoj se ky është lloji autoritarizmit paradoksal që kemi ne. Domethënë është një autoritet i cili e boshatis ngrehinën mbi cilën qëndron prej gjitha kapaciteteve njerëzore, institucionale, ekonomike, edhe kjo e bën me një forcë shumë madhe vetëshkatruese. Unë do punoj mbi këto që ti thua, sepse kam shtypjen ka nevojë për më shumë shembuj dhe më shumë çdo nga këto nën tema që ne diskutojmë, ka nevojë për më shumë thellim. Marrim sektorin e arsimit. Për shembull, sektorin e arsimit po mbahet me forcë nën financimi i arsimit lartë dhe i arsimit përgjithësi. Mbahet me forcë, nuk e lëviz ai. Bën ke bërë ti domethënë ke qendresa, lëvizje studentore në 2018, lëvizje studentore në 2015, edhe më herët e kishte thënë në programin e 2013-s, e mban me forcë, nuk e rrit, s'bëhet fjalë. Ka nevojë të tmerrshme në Shqipëri për të rritur financimin për arsimin, është një, domethënë investimi në me fol tani me terma kështu natyror, në burimin njerëzore, domethënë, ose në kapital human është i domosdoshëm në Shqipëri, është nevojë etike, nuk e bën, e mban me forcë në të nënfinancuar. Kjo është e vërtetë, edhe po në këtë logjik ti mendon që qytetarët ose shqiptarët kanë një lloj talenti dhe një lloj genialiteti në vetëqeverisje? Për shembull, unë shpesh e kam artikuluar që sistemi i arsimit është një sistem i vetëqeverisur. Mësuesi duhet i zgjidh vetë problemet. Sektori duhet i zgjidh vetë problemet. Nuk adresohen asnjë nga problemet sa adresohen. Gjithë këto kohë thoja, ore mësuesi duhet ble vetë drujt. Le të themi, prindrit duhet të paguajnë vetë rojen. Mësuesi duhet të marrin ngrohje me vete, duhet të vishen. Duhet të gjejnë kështu kush do vej do bëj byreka aty që t'i jap fëmijëve për të ngrënë edhe elemente të tjera. Prindrit duhet vend t'i marrin të lënë një njerëz për ta duhet privatisht. Do të thënë, është në çdo komponent sektorit duket sikur është në lloj vetë qeverisje, do të thënë, që shkon në linjën e asaj që ti thua që forca përdoret për të mos qeverisur, jo për të qeverisur. Po nga ana tjetër, nëse ka rritje ky vend. I ka rritjet për shkak të le të themi për shkak të vitalitetit ose për shkak të egos dhe dëshirës së qytetarëve për të prosperuar, për të integruar? Po, domethënë, rast se ka rritje, një pjesë e madhe e kostos së asaj rritje, është e vërtetë ajo që the, domethënë, mbulohet privatisht për qytetarëve. Domethënë, investimet publike bëhen me taksim përgjithshëm, investimet private të mëdha bëhen me taksim e shpenzime publike, ndërsa kostoja publike është e privatizuar. Për shembull, ti e din domethënë, Shqipëria vuan nga investimet marrësisht mëdha private, pra nga familjet vet për mbulimin e kostove, siç e the, në arsim, në shëndetësi, që janë përtej domethënë shumë larg premtimeve për shëndetësi falas, domethënë, por vazhdojnë mbeten shumë lart edhe investimeve që bëjnë familjet edhe në rajon, lema pastaj në BE, kështu që një pjesë të madhe të kostos, efekteve anësore, të arritjeve ose të rritjes ekonomike të Shqipërisë se mbajnë privatisht qytetarë. Dhe është familja, dhe është e vërtetë ajo. Dikush është interesante sepse unë jam plotësisht dakord që Rama është një përfitues parazitar i arritjeve që shoqëria jon ka. Problemi me ne është që ai e vendos, ai për shkak se është edhe ja jep domenit qenurit kryeministër, kur e poston ai ja ngjit, domethënë, është një tamam një përfitues parazitar. Dhe për shembull më ka ndodhur në disa raste. Fiton kombëtarja në arenën ndërkombëtare, edhe FSHF-ja le të themi bën një punë të mirë për të organizuar sportin, nëse e bën. Në momentin që Rama nuk është aty, ne të gjithë bëhemi vlerësues të atij fenomeni që po shkëlqen në një moment caktuar. Në momentin që Rama e poston, ti shikon një masë të madhe njerëzish që ikin dhe fillojnë ndërtojnë narrativ negative mbi një arritje që ka bërë që se ka Rama. Për shembull, këngën Zjerm nuk e këndoi Rama. Nuk e çoi Rama e çoi zëri, talenti dhe genialitetit që po nuk i ka ndërtuar dhe ata njerëz vetë nuk i ka ndërtuar Rama. Fakti që Rama ta poston, ta përdor në summit, ta përdor njëri mëngjes njëri darkë për të mëngjes mirë mbrëma, një pjesë e madhe e shoqërisë e cila në fakt nuk është dakord me të,
e mohon këtë si arritje të shoqërisë tonë. Po e vërtet, domethënë po nuk ke si të kesh investime, nuk ke si të kesh arritje bie fjala fal kryeministrit, kur nuk bën investime për të pasur arritje. Domethënë kur nuk investon, normal që Shqipëria bie fjala nuk do ketë kinematografi të zhvilluar sikur bie fjala ka Kosova. S'ka investuar, normal që s'do ketë. Ose nuk do ketë një sektor Bujqësi. Si bujqësia, për shembull, se nuk investon aty, ose nuk do ketë një sektor bie fjala, nuk e di, sikur e ka Turqia për shembull sektorin e shëndetësisë, se nuk ka investuar aty. Domethënë normal se arritjet pastaj do dalin si arritje private, domethënë nuk do dalin si arritje të një përpjekje kolektive publike dhe kryeministri pastaj aty sigurohet që ta monopolizoj atë pjesë të përfitoj një hisë. Këtë vit për herë të parë ne kemi folur më shumë se çdo herë tjetër për diasporën. Dhe ju jeni munduar që të tregoni edhe diçka për diasporën. Shumë kush i bëri llogarit ndryshe. Ju mos. Ti, se po. Pavjo, zoti gjini. Shumë kush u përpoq të ndërtonte narrativa mbi diasporën. Dhe përgjithsisht mizotëronte ajo që diaspora ka ikur prej keqeverisjes dhe automatikisht është kapital për alternativën kundër qeverisjes. Dhe a qëndron kjo? Mendoj se po t'ishte punuar më herët, domethënë, edhe në disa aspekte dallohet si qëndron, domethënë. Bie fjala subjektet e reja kanë arritur të mobilizojnë një pjesë të brezit ton, po themi, që është larguar prej fillimit fluksit 2014-s deri më sot, dhe normal që kanë ikur për shkak se kanë qenë të marrësisht pa kënaqur me situatën ekonomike në Shqipëri, po edhe me gjendjen e përgjithshme të institucioneve, shërbimeve, atmosferën, si më thënë, në vend. Dhe subjektet e reja për shembull kanë arritur të mobilizojnë një pjesë të brezit ton. Po, e kam fjalën, po. Por me të thënë drejtën, më zhdukur, unë kam parë, edhe pse është shenjë shumë e vogël, po unë kam parë me një farë optimizmi, sepse përshtypja ime ka qenë që brezi jon i 2014-s së më tutje, kur kanë ikur nga Shqipëria, kanë ikur me një farë ndjesie shumë të keqe që s'kan, si më thënë, tash po egzagjeroj, po them s'kan dashur t'ja shohin më bojën Shqipërisë, po themi. Dhe kam menduar se kanë ikur për investimen e gjithë jetës tyre diku jashtë, domethënë, ku diun, student mjekësisë, ata që kanë punuar në sektor të caktuar të, nuk e di, ndërtimit ose të shërbimeve e kështu me radhë. Dhe sidomos brezi jon, dhe kur e kam parë që një pjesë kanë arritur të mobilizohen dhe e kanë shprehur këtë lloj indinjate me kushtet të cilat i kanë detyruar të ikin jashtë Shqipërisë, këtë pjesë e kam parë me një farë optimizmi. Domethënë kam parë shumë nga brezim që kishte vite që si. Po elektoralisht nuk ndodhi kështu. Por jo, domethënë tërësinë e saj është e njëjta situatë, madje më e theksuar se sa në Shqipëri, sepse qeverisja aktuale, domethënë Partia Socialiste, ka qenë shumë e organizuar për ta pluskuar atë vot, dhe në pjesën turmuese të saj përmes presionit për administratën në Shqipëri, siç e dim, nga raste personale, po edhe raste të bëra publike, domethënë. Dhe kjo është, por kjo nuk do të thotë që njerëzit tani domethënë bën me nerva me diasporën. Mendoj se diaspora e ka merituar një vëmendje shumë më të madhe se sa thjesht e drejta votimit, dhe mendoj se përpos të votës, mendoj se kryeministri aktual nuk i kërkon asgjë diasporës dhe është për të ardhur keq, sepse kryeministri i Republikës së Shqipërisë, kushdo qoftë ai, do duhet i kërkonte të marrësisht shumë mbështetje diasporës, sepse ajo tashmë po jep një mbështetje shumë madhe, dhe do duhet kishte një program, bie fjala qeveria Berisha në 2005 e ka pasur në atë kohë për rikthimin e trurit, që përdoret kjo si tokë fjalësh, domethënë, po do duhet kishte programe shumë forta për thithjen e investimeve më të mëdha për diasporës, për kanalizimin e atyre investimeve, jo vetëm pasuritë pa luajtshme. Do duhet kishte investime shumë mëdha për të ardhur një pjesë
studiuesve, punëtorëve të kualifikuar, specialistëve të industrive të avancuara për të hapur ndonjë ndërmarrje në Shqipëri e kështu me radhë. Në të gjitha këto aspekte kryeministri jonë është inekzistent, domethënë. Dhe vota është më e pakta që mund të ketë diaspora shqiptare, domethënë. Duhet kishte shumë më shumë zë, shumë më shumë mundësi për ta parë vendin e vet si një ndër vendet në të cilat jep kontribut në botë dhe jo si një histori të kaluar tashmë. Unë do të ftoja që në këto minuta të bënim një analizë të figurave politike që tashmë do të jenë në pyetjet e vështira në parlament. Dhe dua ta nis me të parin, megjithëse e lodhëm në analizë, po le të themi për një definicion përfundimtar të figurës së kryeministrit Rama. Po, domethënë në shkrim e i qëndroj asaj edhe pasi e kam lexuar këtë literaturën e debatet e fundit viteve 80 edhe në mesit viteve 90, mendoj se është figura e djathtë që arriti të zgjedh kontraditat e Partisë Punës në fundin e viteve 80 dhe të Partisë Socialiste deri në mesin e viteve 2000, mes atyre që konsideroheshin si konservator dhe atyre që konsideroheshin si reformator, të cilët nuk arrinin dot ta kuptonin se si duhej një parti e komuniste, e një rendi autoritarizmit fort, të pozicionojë në kushtet e një kapitalizmi të shkartisur postmodern të viteve 90 dhe Edi Rama ishte kjo figurë që ja bëri atë lloj transformimi i Partisë Socialiste. Sali Berisha, lideri i opozitës. Lideri i opozitës ka shumë për të folur se është një figurë e cila trupzon më shumë se sa shpesh pandehet. Mendoj se prej viteve 90 e vazhdon edhe sot të trupzoj përjashtimin e masave të tëra popullore prej vendimarrjes politike në fundin e socializmit dhe ai lloj përjashtimi prej diktaturës është lexuar sikur po kanalizohej tashmë në një angazhim politik të këtyre pjesëve të papjesa që përmend Jacques Rancière një term, domethënë në vitet 90. Dhe mendoj se pa këtë figurë e cila identifikohet me këtë figurën e një verjori, i cili vjen nga zona ku ka qenë moderniteti, ka pasur efekte shumë pabarabarta në krahasim me rajonet e tjera, i cili ja ka dalë me forcat e veta, nuk ka qenë i përfshirë me aq sa dihet në gjitha këto vendimet me dënime vdekje kështu me radhë gjatë diktaturës. Si më thënë, ka trupzuar një frym liberale të viteve 70-80 brenda socializmit, për të cilën e ka pas domosdoshme vetë socializmi. A ke një këshill për Sali Berishën? Sot? Po, domethënë se mos do na gjoj, po. Domethënë do kisha ka përgjegjësinë më të madhe për hapjen e një fronti gjerë shoqëror i cili do duhet kundërshtojë një sedentim kaq parazitar të qeverisë aktuale dhe këtë përgjegjësi nuk shoh që po e ndjek, domethënë do duhet edhe. Por ama problemi është se në mënyrë që ta bëj këtë duhet të heqë dorë nga kjo basti i plot të konservatorizmi amerikan, domethënë. Dhe mendoj se nuk duket sikur nuk do e bëj. Po të heqë dorë prej asaj, të kthehet në një liberalizëm viteve 90, ku t'ju thoj të gjitha forcave politike që te unë ka vend për gjithë, nëse tani ka shumë për të folur, po për shembull në vitet 90 në Partinë Demokratike ka qenë ai ka kohë 2 vitet e para, domethënë Partisë Demokratike kanë qenë gjithçka dhe normal që mund ta bëj edhe tani po të ketë edhe njihet për kthesat mëdha zoti Berisha, domethënë, dhe normal që ka kohë ta bëj, por mendoj se në rast se ngec në këtë investimin total ndaj konservatorizmit amerikan, mendoj se do e fragmentoj edhe më shumë opozitarizmin në Shqipëri, në vend se ta përqendroj, po në vend se të krijoj një horizont si subjekti më i madh opozitar, në cilin ka vend edhe për qendrën e majt, edhe për një të majt më radikale, edhe për një qendër djathtë kështu. Interesante. Po to ndoshin.
3 mandate në parlament, Partia kryetari i burrit Partisë fjalës. Sociale. Mendoj se është figura më konservatore shqiptare dhe nuk e unë e kam lexuar herë themi një për shembull një fjalë të mirë, domethënë. E kam lexuar programin e partisë. Se dia e ke lexuar programin? Ja. Ka pëlqyer që ka një nga pikat më progresiste që nuk e kam parë ndoshta asnjëherë të artikuluar në program politik, më aq sa jam unë ndjeni, domethënë për legalizimin e përdorimit të kanabisit. Që e ka në fund programit, edhe kur e pash, domethënë si fillim nuk mu besu, domethënë. Edhe që mendoj se bje fjala ishte një pikë. Mos është kjo arsyeja që që fitoi 3 mandate? Ja, këta i ka konstanta prej 2017-s, po më ka pëlqyer që kushdo që e ka futur aty, tani kuptohet, një pjesë e programit Partisë Socialdemokrate duke si këto chat përgjigjet në chat GPT, duke i farë përkthimi i socialdemokracisë në fillim shekullit 20 gjermane, domethënë. Me sindikata punëtorë që marrin pjesë në bordet ekzekutive të kompanive të mëdha, kështu që domethënë thoje që bote, domethënë dalloi që ishte si far programi i përgatitur me ChatGPT, po është parti, nuk e di pse ka mund po të kisha qenë se ai do i kisha ndryshuar emrin, nuk do i kisha mbajtur më Partia Socialdemokrate, që është një gjëna shumë e madhe që i bëhet për Musin e Kokalarit e Pjetër Arbnorit gjatë diktaturës, figurat cilave si më thënë, kandidatuar shohin të socialdemokracia një alternativë mes kapitalizmit dhe komunizmit. Kjo figurë nuk është alternativë mes kapitalizmit dhe komunizmit, dhe mendoj se më mirë do e kishte thjesht Partia e burrit fjalës. Dhe më thënë, ja kam parë fushatën kudo edhe sekretari i ri që ka në parti, thot, dhe gjithë ata e ke dalluar, besoj. Kur dalin, thot, pse më shtet Partinë Socialdemokrate se ka një kryetar që mban fjalën. Edhe ta kishte Partia e burrit fjalës. Adriatik Lapaj. Unë nga të gjitha figurë, domethënë, kjo ka qenë më e pasur kur kam pasur para zgjedhjeve. Mirë, po tashmë ka vendosur që të komunikojmë dhe të komentojmë ato figurat partive të cilat kanë fituar përfaqësim ose në një farë mënyrë faktorizuan. Dhe një prej tyre është kryetari i nismës Shqipëria Bëhet, që ishte koalicioni, po Partisë Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj. Po. Adriatikun e njoh, domethënë, ndër vite kam parë angazhimin e kontributin që ka dhënë në sferën publike. Të thënë drejtën, më duket si është shumë i fragmentuar në tërbimin e vet legjitim për problemet me të cilat ballafaqohet Shqipëria. E di se ka bërë punë shumë mirë si avokat, për shembull ka mbrojtur banorë cilët kanë kundërshtuar projekte të heceve, e kështu me radhë, por mendoj se projektin politik të tijin e ka shumë të fragmentuar, sa mendoj se akoma nuk është në nivelin e një projekti alternativ, dhe pjesa më e madhe atyre propozimeve janë propozime për brenda sistemit aktual, domethënë reforma zgjedhore, këto që një pjesë edhe janë implementuar si vota diasporës. Çfarë duhet bëj? Dhe mendoj se pyetje e vështirë, pyetje e mirë domethënë, po edhe pyetje e vështirë, do kisha shumë vështirë që ta dija nga pozicioni i tij se çfarë është për të bërë. Domethënë nuk e shoh dot se si mundet të kalojë në një subjekt të madh i cili mban disa vlera të cilat dallohen prej subjekteve të tjera. Mendoj që është maksimumi që mendoj se po, domethënë mendoj se ky është maksimumi që nuk mendoj. Domethënë do isha habitur nëse do rritej si subjekt, nuk e kam fjalën ai si individ, po subjekti, domethënë nuk do isha habitur nëse do rritet më shumë si subjekt. Liberali. Edhe agron, po, edhe pse kanë bërë nisma thurje me Shqipëria Bëhet, kanë bërë disa prej, sidomos në qarkun prej nga Vjon, domethënë qarkun e Lezhës, kanë arritur të hapin, domethënë ndoshta kanë dhënë shembullin më të mirë se si mund të hapet një hapësirë, edhe për faktin se janë vetëm një rast ku janë bashkuar dy palë, domethënë, por edhe se si brenda atyre dy palëve, nuk kuptohet, kjo vjen edhe për shkak të mungesës organizimit tyre si subjekt, po kanë prodhuar një listë shumë të mirë.
edhe është bje fjala në qarkun e Lezhës, kanë marrë një mbështetje goxha të madhe, për shkak se figurat që i kanë vendosur në listë janë figurat cilat njihen për kontribut publik. Domethënë po të futesh në Google ti kërkosh emrat, të dalin me 10 lajme se ku janë angazhuar publikisht ato figura. Agron Shejaj erdhi për një shtet të vogël, liberal dhe ku le të themi shoqërinë e rregullon tregu. Po. Çfarë Është kemi këtë? më i djathtë i skenës, domethënë, dhe sikur të mos mjaftonte që ne jemi aktualisht me mënyrën si qeveriset vendi, edhe jo vetëm me këtë kryeministër, por tash 35 vite vendi më i djathtë në rajon. Kemi investim, sikur ta thash domethënë, buxhetin më të ulë për arsimin, buxhetin më të ulë për shëndetësinë, buxhetin më të ulë për kulturën, buxhetin më të ulët për mbështetjen e bujqësisë, mbështetje thuajse inekzistente të prodhuesit vendor, buxhetin më skandaloz për kulturën, argëtimin, fenë e kështu me radhë, domethënë sigurt mos mjaftoje kjo, domethënë del edhe një figurë e cila don t'i ul shpenzimet publike, domethënë edhe më shumë. Edhe pse për t'ja njohur që për shembull sektorin e shëndetësisë propozon rritje të investimit. Agron, se ti thua që ne jemi në një situatë ne kemi të një liberalizmi kaotik. Po. Nëse Agron Shejaj bën një liberalizëm strukturor, jo kaotik, po ajo ka qenë teza Ramës. mund të jetë shumë i mirë. Po nuk është ajo teza. Ajo ka Nëse qenë unë teza, po po, bëj- ke drejt. Jo, po ke bëj- ke drejt. Do mund të thoshte, domethënë, pje fjala, një neoliberal i vërtet është po aq seriozisht kundra monopoleve sa është një komunist ose një Ja, radikal i madh. Akademikisht jam i qartë. Edhe një neoliberal i vërtet nuk doja onepste dot kishte monopole për shembull në sektorin e naftës, kishte monopole në, ku diun, në sektorin e IT-s, e kështu me radhë. Si e shikon Dhe potencialin e ta kam Agron Shejaj? fjalën që Agron Shejaj ka shumë çka për të folur, siç edhe ka folur kundra monopolizimit sektorëve të caktuar të projekteve të caktuara publike ose sektorëve të caktuar të ekonomisë. Por mendoj se po egzageron me idenë e fjala kjo me shkurtimet për RTS, domethënë RTS-ja ka tmerrësisht shumë nevojë për të rritur investimet në të, domethënë. Më shumë se 31 ajo- milion. Po sigurisht që ka nevojë për të Po rritur çfarë do bëjmë investimet. Si ç'do do bëjmë, domethënë me një televizion publik mund të bësh shumë çka, domethënë po të kesh një projekt brenda cilit. Po sa, domethënë të shkosh nga një audiencë 5% në 7%? Jo, nuk është nga një audiencë 5%, 7%. Unë mendoj se një nga arsyet pse vetë Se po të gacmoj. Jo, ke drejt, po unë mendoj për shembull që gjatë kohës kur ishte Thoma Gëllçi që e drejtonte RTS-n, pati disa investime në RTS që ishin tmerrsisht mira, edhe filloi RTS-ja në një pjesë të madhe qytetarëve shqiptar, sidomos në periferi, edhe në diaspor, të rivalizonte Digitalbin edhe këtë tringun e këtyre të Vision Plusit. Dhe ka vend që RTS-ja të japi një kontribut të madh për uljen e çmontimin e atit monopolin treg, uljen e rëndësisë televizioneve private që e dim se çfarë lloj kapitali kanë e kështu me radhë, dhe kjo RTS që ta bëj këtë duhet të ketë mbështetje publike, mbështetje nga dyja forcat, kuptohet jetë e decentralizuar, redaksia e këtij televizioni e kështu me radhë, po. Gjatë pandemisë se kemi kuptuar se e rëndësishme është RTS-ja, programet edukative. Për mua, premtimi më goditës i këtij fushate ishte shkurtimi i fondeve të RTS-s dhe ai bënte domethënë ajo ishte edhe në kufi të një lloj terrorizmi urban, se ju vajti mund tek dera, edhe i thonte do t'i mbyll. Ndërkohë që ajo godin, por sigurisht ishte një lloj tentative për të hyrë në skenën e fushatës elektorale. Dhe narrativa ishte, ligjërimi ishte i tillë. Klani ka 3 milion euro është më i shikuari. RTS-ja është më i pak i ndjekuri 31 milion euro. Dhe ai do t'i linte 5 milion euro, pra nuk do ta shkurtonte fare, do t'i linte më shumë se sa televizioni më i suksesshëm në vend. Privat, po. Por a nuk bën sens kjo? Po, ke qenë ndonjëherë tek RTS-ja që kushtesh zyra qendrore, po flasim që duan mbyllin RTS Shkodrën, RTS Kuksin, e ke parë zyra qendrore si që performanca dhe nevojat për para. Çfarë kushtesh punojnë punëtorët aty? Po pra, ai justifikon ose thashë theme që po bëhen për të prish fare ajo godin në mënyrë që të bëhen investimet mëdha në kullat e reja në zonë. Dhe pavarësisht performancës së le të themi të këtij niveli, ju mendoni që duhet të çojmë edhe më shumë para?
Po unë mendoj që domethënë normal që ka nevojë për kontroll shumë rigoroz të financave publike që shkojnë te RTS-ja. Ka nevojë shumë madhe për me u Se ngelën te kjo të shko si e hapi me u debatin, ai e ka decentralizu- bër Karemin që ne Jo, të jam diskutojmë dakord për që këtë. ka nevojë me u decentralizu vendimarrja mbi politikat redaksionale të RTS-s, por RTS-ja është mërësisht e rëndësishme. Dhe në rast se dikush Unë e qahet, kuptoj këtë. në rast se unë e dikush kuptoj qahet këtë. që klani, Top Channel-i, Unë e kuptoj këtë sepse domethënë unë jam do duhet konsumator i ishte- saj, në po. kuptimin që nuk gjen dot një le të themi hapësirë ku të dëgjosh një opera, përveç se në një nga kanalet që mund t'i jap, ose teatr, përveç se në një nga kanalet që RTS-ja i ka të dedikuar, ose për fëmijët që RTS-ja i ka të dedikuar. Në është- këtë kuptim, po. nuk është vetëm RTS-ja Dhe tani- si një kanal i vetëm. Po. Edhe Është- për shembull Është një tentativë për të përfaqësuar edhe për t'i dhënë në ushqim çdo komuniteti, edhe atij që do të dëgjojë opera, edhe atij që do të dëgjojë lajme, edhe atij që do të dëgjojë për fëmijët. Po gjithsesi, po. Dhe të po gjitha këto gjithsesi që aty ka një grop të madhe. bi dakord, nuk e mohoj atë. Nuk e mohoj atë, por edhe dhe pikërisht për këtë arsye për cilat ja vlen RTS-ja dhe që nuk arrin të japin televizionet private që funksionojnë me logjikën e tregut, në përgjithësi po edhe tregu shqiptar në veçanti, edhe bie fjala tani është një drejtoresh e cila ka ardhur me një platformë e cila tenton të zhbëjë gjitha këto element. Si më thënë, shumë çka prej asaj që thot Agron Sheaj është tashmë në pushtet dhe ai tenton, nga që e din kët, tenton të bëhet edhe më radikal në drejtimin e liberalizimit të tregut, por Unë e kuptova. Por, tani nuk e di sa kohë kemi, po unë mendoj se forca më e madhe e Agron Sheajt është se Agron Sheaj është figura si më thënë, simbolikisht është i vetmi rival i kryeministit aktual. Trupzon idealet, mendoj, më të rëndësishme të 35 viteve të fundit. Ajo figurë dhe mendoj se nuk është i vetëdijshëm gjithmonë, domethënë për atë lloj graviteti që ka si figurë, domethënë nga mënyra si flet e si sillet. Është një familje persekutuar, është ja ka nisë nga hiçi në emigracion, ka arritur t'ja dalë në sektorin e biznesit, të bëjë një biznesmen për nga vetja e tij dhe nga hiçi me kapital 500 milionë euro sa ka kapitalin përafërsisht në Shqipëri, dhe normal që është ideali më i madh shqiptari 35 viteve. Kush është ideali më i madh i këtyre 35 viteve? Nga forcat e tua, pa ndihmën e qeverisë, pa ndihmën e kërkujt, nga hiçi, se normal gjithë janë nisur nga hiçi në 90-ën. Nga hiçi t'ja dalësh të bësh një çfarë biznesmen i suksesshëm. Dhe ai është figura që i trupzon, pra në rast se dikush don një djath tamam, nuk duhet të shkojnë bie fjalat e Edi Rama, duhet të shkojnë te Agron Sheaj, në rast se duan një djath tamam. Dhe e fundit është që ja u kam thënë shumë miqve të mi dhe më kanë rënë dakord, s'di sa bie ti dakord me këtë, po mendoj se ka një plus ai fizik që nuk e kanë të tjerët, ka një qerjen e vuajtjes normale, njerëzore, e ka akoma në Surrat. Karizmën. Jo karizmën, ka i qerje të vujtjes normale, njerëzore akoma në Surrat. Që njerëzit arrin të thonë Se kam këtu para tani, po mundohem ta Nëse e ke parasysh si qerje, më kupton, jo si portret, si qerje, ka një, domethënë t'ja dallon që qytetarët e thjeshtë dhe e di shumë se edhe kam si më thënë, këtë kam dalluar nga mënyra si flasin njerëzit për të, domethënë, e dallojnë thonë, vetja ime variantin e suksesshëm këtyre 35 viteve. Reflektojnë, domethënë nuk është gangster për shembull, nuk duket si njerëzit reflektojnë kalvarin e tyre por në një formë të suksesshëm. Kapitalistit, babagjan, arrogant, me qerje të rëndë, të gangsterit, dhunshëm. Nuk i ka asnjë nga këto dhe kur gjën të flasësh ti e kupton që edhe fakti që nuk është i kuruar nga ana e të folur, se kështu më radh gjitha këto i ka pluse, se njerëzit thonë është fikse si kuron vetëm se variant. Interesante. I fundit. Shkojmë nga djathtas, shkojmë majtas. Majtas. Arlind Qori. Po, Arlindin e kam pas profesor në universitet, edhe ja vlerësoj shumë punën që ka bërë ai edhe shumë profesor tjerë në Fakultetin e Shkencave Sociale, më posaçërisht në Departamentin e Shkencave Politike. Mendoj se ka tërbimin me vend me padrejtësitë shoqërore në Shqipëri,
por më duket që shumë shpesh ai tërbim ja errëson syt për të komunikuar edhe me njerëz të tjerë që janë po aq tërbuar sa ai, por ndoshta jo me të njëjtën mënyrë si ai ose lëvizja bashkë, jo me të njëjtat ideale, por të cilët ndoshta do kishin arritur të flisnin diçka me njëri tjetrin. Dhe për shkak të atij errëzimi nga indinjata e drejtë me padrejtësitë shoqërore dhe nga i perspektive majt janë i dakord domethënë me ato, por mendoj se është më i indinjuar se Shikon potencial të si është e artëmjeti politike. nga mënyra si janë sjell këtë fushat, mendoj se duket sikur domethënë problemi i zgjedhjeve të fundit është se kushdo domethënë një gjë që më ka domethënë fakti që kryeministri domethënë edhe qeverisja mori një rikonfirmim të këtij niveli në mandatin e 4 pa dhënë asgjë mbrapsht, pra me këtë ekonomi që me zi mbahet në një rritje mbi 3%, shkon 4% e kështu me radhë, që është fatalisht e varur nga ndërtimi, parajapist, që nuk investon publik, nuk ka, siç e tham domethënë disa herë, nuk bën investime publike kështu me radhë, dhe ta ketë një konstante kaq të fortë, rikonfirmohet i rriti numri mandateve. Mendoj se për çdo kënd, duke filluar nga unë edhe nga sa kemi fol bashkë, domethënë çdo kush duke përfshirë edhe lëvizjen bashkë, po edhe subjektet e tjera. Duhet ta kuptojnë që duhet ndroje diçka në strategjinë e tyre të opozitarizmit dhe duhet jenë shumë të hapur ndaj shumë kujt i cili do ishte i gatshëm të jepte një dorë, të ngritte një zë, të bashkohej në protestë, por nga mënyra shumë e stepur ndaj marrëdhënieve me të tjerë, domethënë që ka lëvizje bashkë në këtë rast, domethënë. Por edhe, siç e tham, edhe në rastin e paranojes me PD-n, domethënë shumë kush distancohet e thotë blen një shije shumë të keqe, si më thënë ajo, dhe nuk angazhohen. Por normal që ka ky është një subjekt i cili në rast se del nga një lloj sektarizmi i tij ka potencial maksimal përpara. Në rast se del, në rast se nuk del, do riprodhoj këtë situatë, mendoj, si ngjashëm me Adriatic Lapajn. Nuk është kjo e majta radikale e munguar që ju kërkoni? Jo, për mua jo. Jo, mendoj se një majtë radikale do ishte një majtë e cila do arrinte të krijonte një horizont alternativ ndaj qeverisjes aktuale, shumë të gjerë dhe shumë përtej vetes. Çfarë do me thënë radikale? Dhe kjo do ishte radikale, domethënë që do arrinte të dilte shumë përtej vetes, domethënë do arrinte të artikulonte edhe shqetësimet e atyre të cilët nuk atëre kjo i bie një majtë universale. Po, domethënë do të ishte një majtë e cila do arrinte të analizonte që një pjesë të madhe e bëjnë shumë mirë, për shembull mos pranoj edhe pse kam pasur përplasje domethënë me pjesë tyre, për shembull po prap nuk ata që e bëjnë mirë, programin e kanë bërë më mirë se sa gjë subjektet e tjera. Domethënë ti e dallon një përpjekje shumë dinjitoze, me shumë merak për të skanuar problemet që me të cilat përballet shoqëria jonë dhe për të propozuar alternativa aty ku ka. Mirë po, problemi është se ai projekt nuk e shoh të zgjerohet në marrëdhënie njerëzore, më kupton, tipit për shembull, po flasim për sektorin prodhues që eksporton, nuk e shoh lëvizjen bashkë për shembull që të flasin në mënyrë aktive, të ketë bërë disa forume, të ketë bërë disa tryeza publike me prodhues të tillë, ose me fermerët, ose me arsimin e lartë për shembull. Nuk e shoh të ketë bërë disa forume, edhe qoftë edhe në funksion të fushatës, domethënë. Nuk e shoh atë lloj hapje për t'ju thënë tjerëve që unë ja u di shumë mirë shqetësimet dhe unë bie dakord me ty dhe unë shpresoj shumë që analiza që do bëjnë mbas rezultatit t'i çojnë në këtë rrugë, edhe unë pata mundësinë edhe t'ja përmendja që ka nevojë për një lloj leximi i rezultatit që duhet të bësh pak hapa drejt atij që mund të bëj pak më shumë hapa për të ardhur drejt teje, po jo domosdoshmërisht të qëndrosh në vend dhe të presësh që vrapin për të ardhur drejt teje ta bëjnë lodhen më shumë tjerë që të vinë të tjerë. Në këtë kuptim, megjithatë ne jemi në fund të bisedës tonë dhe unë do doja të kuptoja
ti vetë, je i majt apo je i djath? Do ta them me i batut, që do më thënë po mundet duke si far blasfemie, po. Unë do e kisha konsideruar veten, sado patetike që tingulloja, si një komunist i krishter ose një i krishter komunist, i cili është shumë falenderues që jeton në një vend ku me shumicë muslimane dhe që nuk e kanë bërë kur me u ndje sikur është një farë zgëçi, cepi i marginalizuar e kështu me radhë. Që është shumë borxhli. Kjo që nga temë vete. Do të thënë i majt po se po, do të thënë dhe shumë edhe arsyeja pse po, do të thënë ta thash me batut kët, po i majt po se po dhe për një arsye shumë të thjeshtë. A këtë do me ke medituar ndonjëherë me veten pse je i majt? Po, edhe për një arsye shumë të thjeshtë, do të thënë ka shumë çka për të folur. Për shembull, unë jam futur në shkenca politike në 2010-ën. Ndodh 21 janari 2011-s, i cili ka pasur një impakt marrësisht madh te brezim. Çfarë ishte 21 janari 2011-s? Ishte tentativa për të thënë gjithë ata që ishin pa kënaqur se kam qenë pjesë e organizatës politike, jo prej më vonë, domethënë, jo prej themelimit. Ka qenë tentativa për të thënë që duhet një alternativë re ndaj dy partive të cilat mbajnë me dy, secila është, si më thënë, njëra dore njëjtit neoliberalizëm, domethënë të këtyre në atë kohë 20 viteve. Dhe normal që jam i paktuar nga ajo tentativë e organizatës politike për të pohuar një alternativë të majt ndaj dy subjekteve politike që konsideroheshin djatha dhe kuptohet që jam brezi pas krizës 2008-s. Dhe pas krizës 2008-s të mos adresosh problemet kapitalizmit, mendoj se është marrësisht naive dhe është sillesh sikur ekonomia që bën mu dhe është përcaktuesja e pjesës dormuese të mënyrës si ne funksionojmë, të mos e kesh fare atë në lente kritike, mendoj se është naivitet që se kemi luksin e pas. Dhe një majt radikale është një majt e cila arrin ta njoh kapitalizmin dhe t'ja shohë se ku i ka. Pse i thua radikale, mos e ke qenë. Po i them radikale sepse një majt jo radikale, e thash, mua më duket shumë universale. Po kur e thua radikale, duket sikur i ke ndoshta s'po e zgjedh sikur i ke përjashtuar ca. Domethënë nuk jam, mendoj se nuk është. E kuptoj unë që është radikalizëm për të majtën që të marr. Po, nuk është për përjashtim, më shumë është për të ftuar njerëzit, domethënë për njerëz, okay, domethënë tingullon jo mirë, bi dakord. Jo se tingullon jo mirë. Jo, domethënë tingullon si i cep. Tingullon sak si një ose si për nevojën që e majta që ti kërkon të bëj, duhet të bëj. Po nuk tingëllon mirë për të jashtmin. Bi dakord, po. Por, si më thënë, problemi është se nuk mundem me heq dorë prej termi se nuk do isha i ndershëm me vetë. Po e ke farkëtuar tani. Nuk do isha i ndershëm me termin. Do më thënë, ja them me majt radikale, sepse vetëm me majta radikale e adreson problemin e kapitalizmit dhe efekteve anësore të kapitalizmit si tilla. Për këtë arsye, që i bie, mendoj se ka pasur element tillë, po me 4 vitet e fundit edhe nga projekti politik, edhe nga fushata e fundit, nuk mendoj se është duke, si më thënë, është shumë më moderuar se sa do të ishte. Tregu s'të lejon. Po. Nuk e di është tregu që s'lejon, se Kosova ka shumë shtrëngesa, domethënë nuk ke parasysh, domethënë po flasim për një vend i cili vetëm pse don të ruaj kontrollin, monopolin e dhunës brenda territorit vet, i vendosin sanksione partnerët të vetmit partner ndërkombëtar që ka, domethënë është ka shtëngesa shumë tjera Kosova që është bisedë në vete, domethënë nuk e vërtetë është. Një pyetje të fundit, nuk e kritikoj ti je studiues. Dhe un prej teje në këto 2 ditë kam shijuar një material jashtëzakonisht shumë të mirë, që nuk bie dakord me fundin. Po kjo nuk e humb vlerën, domethënë ose po ta them po të demotivoj. Analiza që ti ke bërë i shërben më shumë një të djathti për të bërë më i mirë dhe për të qenë fitues, se sa nevojën tënde për t'i treguar një shtek të majtës radikale. Ky është perceptimi im. Mund të funksionojë. Unë mendoj se po. Por unë do të pyes tani, do të them, ti kur e ke ndërtuar, se kjo dua ta bëj pyetjen konkrete për të kuptuar universalen pastaj.
ti kur e ndërton analizën dhe kur le të themi researchin ose kërkimin tënd, e ke ndërtuar për t'i dhënë le të themi asaj të majtës tënde radikale një shteg apo për t'i shërbyer vendit? Do më thënë, aja tentativë për të kthjelluar dhe për të orientuar unë vetë, do më thënë, edhe mendoj për tjerë që mendoja se ka vlerë, si më thënë, edhe jashtë vetes time, për të orientuar nga situatë ekonomike, politike në cilën ndodhemi, si më thënë, më shumë se sa është më shumë tentativë për të pasur një lloj harte kognitive, thot një filozof, do më thënë, të situatës, se sa për të pretenduar, si më thënë, për të hapur shtigje, kështu më radhë, se jam e shoh veten shumë më të jo, në kuptimin që jo, domethënë tani ta shpryva, por mendoj se në rast se e fundit është kjo. Jo, por në rast se funksionon ai shkrim, domethënë ka vetëm autoritarizëm dhe pluralizëm politik, që ta përmendim titullin se ndoshta ai pjesë e dëgjuesve thonë për çfarë shkrimi po flasim, domethënë. Se po e bëjmë po e attachim link në ato që ta shpjegoj. Po domethënë në rast se funksionon si hartë kognitive, në rast se qëndron, dhe mu më vjen shumë mirë për shembull që e kam një shenjë, si më thënë, nga jashtë që po ka diçka edhe për disa miqve të tjerë, domethënë që qëndron për atij shkrimi. Më vjen mirë se ajo nën kupton që ndajmë disa shqetësime të përbashkëta, të cilat si të njihen si të përbashkëta, munden të hapin mundësinë edhe për të zgjidhur përbashkësisht. Por mendoj se një majt radikal ka shumë çka për të koordinuar, për të ndarë, për të dakorduar, teksa vazhdon të ketë edhe mos dakordësitë e tjera, edhe me një të djathtë radikal në Shqipëri. Pra, në kushtet aktuale, për të kundërshtuar qeverisjen aktuale, edhe unë bie fjala po themi si dikush që po flas nga ai lloj spektri ideologjik, po edhe subjekte të tjera, domethënë, kanë shumë çka për cilën do kishin mund të binin dakord me Agron Sheajn ose me Partinë Demokratike ose me pastaj edhe me forcat që janë më të qendrës. Për shembull, të gjitha do kishin rënë dakord që administrata publike mos përdoret dhunshëm në funksion të qeverisë në zgjedhje lokale. Të gjitha do kishin rënë dakord, besoj unë, për të arritur buxhetin për arsimit dhe shëndetësinë në nivelin 5% GDP-s, shëndetësisë ndoshta edhe më shumë. Të gjitha do kishin rënë dakord ose do kisha uruar që të binin dakord për t'i goditur të marrësisht shumë dhe për t'ju dhënë një variant të gjitha qyteteve të vogla dhe të mesme në Shqipëri, teksa një variant alternativ ndaj atyre ish-bandave, të cilat tashmë janë kthyer në borgjezitë rurale, urbane të këtyre zonave. Po e zgjasim, pra ka shumë çka, lufta kundër monopoleve, bin shumë avash po kalojmë rekordin e zgjatjes së podcastit. Një ka shkruar aty që nga këto pyetje tha janë $1 orashe, jo $1 milion, se kemi kaluar 1 orë. Po e fundit fare dhe nëse do ishte shkurt ndoshta jep ti përgjigje për këtë që mos da. Po, ju në ju po shoh tani mbrapa kush janë këta do. Ju keni një element shumë interesant aty, thoni ndërkohë që ne i drejtojmë shtetit si një shtet i fortë, në fakt pjesa më e madhe e qytetarëve thonë s'ka shtet. Po. Rama ka dashur të vinë në pushtet një mandat ka dashur të vinë në pushtet duke i thënë do bëjmë shtet fort, do bëjmë shtet. Dhe kjo ishte e vërtet. Qytetarët shqiptar duan një shtet të fortë. Pra ti mendojnë që duan një le të themi liberalizëm apo unë mendoj se se s'po them konservator, do të thënë liberalizëm apo një të majt, do të thënë një të djathtë apo një të majt. Mendoj se qytetarët në gjendjen e Shqipërisë, pa i menduar shumë ideologjikisht, ka nevojë për një ekonomi me rritje më të madhe se sa 4% sa ka Shqipëria. Ka nevojë për investime shumë të mëdha publike në rritjen e kapaciteteve të institucioneve publike. Do të vjen gjithmonë ndërmend të them në zonën e Astierit janë 70.000 banor pa shkollë, qendër mjekësore dhe qerdhe, xhami, kisha. Po mirë, sa që e votojnë mbase është mirë, jo, e kam fjalën, domethënë afërmend që aty ka nevojë për
përpos varianteve private për kopsh, qerdhe, institucione publike për 70.000 banor. Domethënë për thjesht për marrë si një lloj mikrokozmosi, po themi atë lagje të Shqipërisë. Sigurisht që ka të mërësi shumë nevojë në Shqipëri për institucione publike. Ka nevojë për, unë ka rënë edhe vetë, domethënë kapacitetet tona edhe punojësi, më thënë. Kapacitetet e institucioneve tona shtetërore janë të mërësisht të dobësuara dhe jo vetëm për i qeverisë aktuale, janë problemi 35 viteve që me qeverisin aktuale ka vazhduar për inercia, jo? Dhe është një nga arsyet pse shohim vetëm Ramën, sepse tashmë pas tij është një hiç institucionesh publike, domethënë. Domethënë jemi të fiksuar tek ai se e kemi shumë frikë abisin që qëndron mbas asaj figure, domethënë. Pavjo, unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij komunikimi bashk, edhe të falenderoj për perspektivën domethënë për një lloj shtegu të ri ose perspektive të re për mënyrën se si ne duhet të kuptojmë një figurë e cila është aty prej kohësh, e cila në fakt për shumë çka edhe mund të jemi keq kuptuar, po për shumë çka edhe mund të kemi pasur frikë të artikulojmë. Disa prej tyre edhe nëse në komunikimin le të themi frekuent tonin me qytetarët, shpeshherë mund t'i kem çuar, por në përmend, por nuk kam pasur le të themi kurajën dhe guximin ose pamundësinë për ta elaboruar deri në fund. Edhe ne nëse sot kemi një le të themi një qeverisi ose një lider ku mundet ta shohim me syrin e një lideri jo të fortë, në kuptimin në kuptimin e një njeriu që uzurpon gjithë skenën politike. Nuk është dikush aty me kamxhik që përcakton, por ekuilibrat mbi të cilën ai na kontrollon janë shumë të dobta. Dhe kjo mund të jetë një element i cili mund të çojë gjithkënd në shtegje të cilat paktën Sami Frashi thonte njeriu më së pari duhet të njohë shkallën e paditurisë së tij. Në këtë kuptim është shumë e rëndësishme të kuptosh gjendjen ekzistuese, pra ku ndodhesh, ku je. Edhe gjithë ato që le të themi ke paraqitur mundet ta bëjnë një të tillë derisa dikush tjetër të nxjerrë një tezë pak më ndryshe, kështu që unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij komunikimi. Miguel, të falenderoj shumë për këtë kryq që më vure mbi supë mu, po të falenderoj shumë për këtë hapësirë që ke hapë edhe një herë edhe për punën që bëni me kolegët e tjerë, shoqet e qendresës. Shumë faleminderit. Miq, ky ishte fundi i bisedës, sigurisht që ishte i gjatë, por shpresoj shumë që përveç se t'ju ketë le të themi të keni konsumuar kohën edhe t'ju ketë shërbyer për një perspektivë të re të mënyrës se si në fakt i shohim politikat nga një analizë e cila do të bashkangjitet sigurisht komunikimit të cilët ne po bëjmë nga studiuesi i shkencave politike Pavio Gjini. Unë ju le takim me komunikimin e radhës edhe ju uroj gjithë mirët. Mirupafshim.